E bëri të qaj, la të gjithë sallën pa fjalë. Victoria Beckham prishi ditën e dasmës së djalit të saj. Victoria Beckham duket se ka bërë gruan e djalit të saj Brooklyn, Nicola Petz, të qaj në ditën e dasmës së tyre në prill 2022 në Florida, duke lënë në hije momentin e parë të vallëzimit të çiftit në festën pas martesës. Ky moment ishte planifikuar të ishte një koreografi romantike midis çiftit të sapo martuar. Sipas burimit, këngëtari Mark Anthony, i cili është mik i familjes Beckham, ishte ofruar të këndonte në dasmë falas, por pak para se të fillonte kënga, ai thiri Brooklyn Beckham në skenë dhe ju drejtua publikut duke thënë: "Gruaja më e bukur në sallë sonte, e jani Victoria Beckham." Referenca e papritur për Victoria Beckham në vend të nusës thuhet se i tronditi të pranishmit. Ishte një moment që e la të gjithë sallën pa fjalë, theksoi një burim tjetër. Sipas raportimeve, nëna e dhëndrit kërceu ngadalë me Brooklyn Beckham në skenë, ndërsa Peltz doli nga dhoma duke qarë. Nicola ndjeu se Victoria bëri qëllimisht, duke ditur se ishte menduar të ishte një moment romantik për të dhe Brooklynin. Ai nuk mund ta shpjegonte këtë, pohoi burimi. Një tjetër person me njohuri për sfondin tha gjithashtu se incidenti i vallëzimit ishte thjesht maja e një përçarje gjithmonë më të përkeqësuar në marrëdhëniet midis dy familjeve. Ata janë përpjekur të bëjnë paqe, por sa herë që shkojnë të shijojnë një moment, gjithçka shembet përsëri, shpjegoi ai. Brooklyn dihet i ndar. Ata janë familja e tij, gjaku i tij, por ai gjithmonë ka patur një marrëdhënie të ndërlikuar me të atin. Shumë herë marrëdhënia e tyre ishte më shumë si një biznes, shtoi burimi.